Investimet më të rëndësishme të tonat që kemi bërë deri tani, për disa arsye. Para, ura ka qenë amortizuar. E dyta, ura nuk ka pas kalim këmbësorsh. Siç e shikoni, është një urë komplet e re me kalim këmbësorsh, aksesohet shumë mirë nga të gjithë, duke pas parasysh edhe sepse jemi afër tregut dhe jemi afër edhe një zone komerciale. Unë mendoj se efekti është dyfish, plus trafikut, efekti është edhe në shërbim të biznesit. Pra, kjo zonë është komplet në rikualifikim, përveç urës po investohet edhe kanali. Më shumë shpejt ne fillojmë me gjithë rrugët e qytetit. Janë 43 rrugë në qytet që po bëhen dhe janë rreth 100 rrugë që do bëhen nëpër fshatra. Pra ka një bum të parë ndonjëherë në fokusin e investimeve në infrastrukturën rrugore, për cilën Lezhë në fakt ka më shumë nevojë. Flasim për një qytet turistik, po nuk mund të flasim më për një qytet turistik me rrugë, me gropa dhe me plus ajo që është çështja mbi tort, që është sistemi i kanaleve të urave të zeza dhe urave të bardha, që do thotë që urat e zeza nuk do binë më në lumë dhe urat e bardhat shiut janë të disiplinuara që nga kalaja dhe vinë dhe në një stacion shumë të fortë pompash, që do thotë që Lezhë nuk do ketë probleme serioze në përmbytje më. Atëherë ne mbi këtë histori do të ndërtojmë një qytet që është i domosdoshëm të jetë më i miri në rajon dhe të shërbejë dhe turizëm.